Do të shikojmë zonja dhe zotrinj edhe njerë tani rezultatet e përditësuara të pjesëmarrjes në votimet e 11 majit 2025. Do t'i shohim fillimisht në rang qarqesh dhe pastaj edhe në rang kombëtar. Shfaqet në ekran është qarku i parë që do të shohim është qarku i Shkodrës, pjesëmarrja në votime deri tani është 21.01% qarku Shkodër. Zhvendosemi në qarkun e Kukësit, zonja dhe zotrinj, pjesëmarrja në votime deri tani 23.60% qarku Kukës. Janë rezultatet e përditësuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndalemi në qarkun e Lezhës, pjesëmarrja në votime deri më tani 24.30% qarku Lezhë. Zhvendosemi në Dibër, pjesëmarrja në votime deri më tani qarku Dibër 26.30%. Qarku Durrës, shohim së bashku pjesëmarrja në votime deri më tani 21.25%. Qarku Durrës. Vijojmë me qarkun e Tiranës. Pjesëmarrja në votime deri më tani në Tiranë është 25.94%, qarku Tiranë. Zhvendosemi në qarkun e Elbasanit, pjesëmarrja në votime deri më tani 23.60%, qarku Elbasan. Zhvendosemi në Fier, shohim së bashku pjesëmarrja në votime deri më tani 24.11%, qarku Fier. Eci mëtej me qarkun e Beratit. Deri më tani pjesëmarrja në votime 21.92%, qarku Berat. Vijojmë me Korçën, zonja dhe zotrinj, shohim së bashku pjesëmarrja në votime deri më tani qarku Korçë 21.46%. Qarku i Vlorës, shfaqet grafika, pjesëmarrja në votime deri më tani 16.56%, qarku Vlorë. Na ka mbetur edhe qarku i Gjirokastrës, pjesëmarrja në votime deri më tani 20.76%, qarku Gjirokastër. Dhe në total shohim tani në rang kombëtar si është pjesëmarrja në votime deri më tani pra 23.04% është pjesëmarrja në rang kombëtar, flasim gjithmonë për votimet brenda vendit pa përfshirë votën e diasporës. Pra edhe njëherë, nga rezultatet e përditësuara të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime deri tani në rang kombëtar është 23.04% brenda vendit.